Miq të Prizmës. Këtë ditë ose më mirë të themi dje, ishte një zhurmë kaq e madhe në Itali sa kam përshtypjen nuk është bërë ndonjëherë edhe kur Ania Vlora ka zbarkuar 20.000 shqiptarë. U bë zhurmë sepse sigurisht në Itali situata është e ngarkuar midis të majtës dhe të djatës përmbi kampet e refugjatëve në Shëngjin dhe Gjadër. E majta italiane sigurisht jo vetëm që është kundër, por do që të shfrytëzoj politikisht në favorin e saj. Kanë sulm të jashtëzakonshëm kundra qeverisjes në Itali, kundra Edi Ramës, kundra Shqipërisë. E përmendin Albania përmendet në mënyrë pejorative, do të barazohet vendi Shqipëria me kampet e refugjatëve në Gjadër. E majta aty është një majtë ultra majtiste, komuniste, e paradave gay dhe propal, një agresiviteti të jashtëzakonshëm në qëndrimet e tyre, agresivitet edhe në dhunë, në protest. Është një majtë e cila i ngjan shumë Partisë Demokratike dhe janë në një linjë këtu kene me Sali Berishën. Kanë ardhur 10 eksponent të tyre që nga Shlajn, nga Salis dhe e cila duhet dënuar për u mbrojt nga Parlamenti Evropian, duhet dënuar sepse gati ka vrarë njerëz në Hungari për u mbrojt. Ka ardhur Matteo Renzi dhe shumë eksponent shoqatave ultramajtiste atje. Ultramajtiste gati të kthyer në fashist plot. Në mënyrë tragjike të kthyer në një sigurisht të 5 Steles dhe Shqipërinë, Albaninë kanë kthyer në një urrëtie patologjike se pikërisht ekziston ajo marrëveshje e famshme midis Melonit edhe Edi Ramës. Mbas një interviste, nuk e di, radio ose televizioni diku periferik, kjo e majtë italiane zbulon që ministri Ferit Hoxha ka thënë që base nuk do të jetë e nevojshme dhe nuk do të protokolli, nuk do të rinovohet më protokolli sepse Shqipëria do hyjë në 2030, presupozohet se hyjë në 2030 në Evropë. Dhe sigurisht që të gjithë dalin me titull, po të gjithë titull. Urdhë ku Katandis, urdhë si spreko denari, spreko qeveri absurde, ju kemi thënë që në fillim që nuk funksionojnë. Funzioneranno, non funzioneranno, është bërë casus belli në Itali dhe këto fjalë të Ferit Hoxhës nuk bën asgjë po nezën në mënyrë të jashtëzakonshme situatën në Itali. Sigurisht që doli më vonë edhe Rama dhe i thot njëherë për gjithmonë duhet ta kuptoni, thot që Italia do të këto të dhëna janë mashtruese, thot, që përdoren në mënyrë të çuditshme, por janë forvijante, është gati keq përdoren, janë shumë mashtruese dhe Italia do të rri me ato kampet e saja sa të doja ajo. Normalisht pastaj, por nuk meti portal, nuk meti testate e madhe, nuk meti televizion pa e përmendur, sepse është betejë, është një kal betejë në Itali. Dhe tash unë do merrem pak me Ferit Hoxhën. Është e dyta herë që sigurisht Ferit Hoxha nuk mendon fjalën që thot. Tash le ta justifikoj sa të duaj Edi Rama, unë përgjithësi kam qenë shumë pro ministrit Hoxha, sepse sigurisht ka 30 sa vite që merret me këtë punë, por ai nuk kontrollon dot fjalën politikisht. Nuk e di sa e vërtetë është ajo që ka thënë idiotët, por diplomatikisht dhe politikisht nuk mund të thuhet. Dhe kjo që ka thënë tani është një ambiguitet i jashtëzakonshëm që nuk i takon një ministri, sepse nuk bën ai politikat e qeverisë në Shqipëri. I bën kryeministri. Marrëveshja me Italinë dhe me Meloni nuk është marrëveshje e ministrave të jashtëm. E Tajanit ose kushdo që ka qenë në atë kohë, nuk e di kush ka qenë në atë kohë, ministri i jashtëm, mbase ka qenë Spiro Pali, nuk e di. Jo, mos ka qenë Spiro Pali, nuk e di se kush ka qenë ministri i jashtëm. Nuk kujtohet. Po çrëndsi ka. Është një marrëveshje midis Melonit edhe kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, është marrëveshje politike. Është bërë me shumë sakrificë sepse sigurisht dihet se si do vepronte e majta në Itali. Ato janë
Fashistët e ri sot. Ju thon fashistët atyre tjerëve që kanë përballë, po janë më keq se fashistët vetë. Urrejnë Shqipërinë sepse sigurisht ka ato kampet aty, sepse e kanë kauzë, nëse do funksiononte, pikërisht funksionon. Gjadri, ata humbin dhe kauzën. Janë tepër agresive dhe sigurisht Ferit Hoxha nuk e mendon këtë. Ja po ja them unë që se ka menduar fare. Thot një fjalë që në 2030 janë ambiguitete. Mund panojmë atë nuk mund të quhet protokoll më, sepse në Evropë ti në Evropë çfarë protokollit. Do të thonë pak a shumë këtu është, po çrëndsi ka, pse duhet futur në të tilla ambiguitete për çfarë arsye. Sigurisht që këto raporte e rregullon Edi Rama dhe pastaj atë të shkruar në shqip, sepse Rama shkruan në italisht për ta kuptuar ata drejt për drejt nga kudo që kanë shkruar. Duke filluar nga Corriere della Sera, duke marrur gjithë sepse Partia Demokratike Italiane me një 4-5 postime, 5 Stelle me 4-5 postime, persona të ndryshëm me 10 postime, portale postime, u mbush Italia, ja dështuan kampet e kjo 1 miliard hedhura dëm, urdhro kjo është qeverisja e poshtër e fashistave të sotëm e kështu e kështu. Italia si Italia, më keq se ne. Dhe Rama, ja hodhi poshtë gjitha ta merrni vesh, po i drejtojmë gazetarë. Po Ferit Hoxha ç'pun ka që nuk kontrollon dot pjesën politike. Për çfarë arsye nuk duhet ta kontrollosh? Për çfarë arsye duhet të nxjerrësh në ankand betejësh politike, ide të cilat nuk i ke në dorë ti. E kam qartë që Rama nuk mund ta hedhë të shind, por nuk është se është shumë i lumtur që këto proçkat që i bën Ferit Hoxha. Normalisht nuk gëzoha e para si verior, nga malësia e madhe, me origjinë. 30 sa vite në diplomaci, në vendet kyçe, thash që kemi një ministër më në fund profesionist. Po më rezulton që edhe ky nuk është profesionist. Absolutisht ja. Përderisa futet me batutat e tija dhe ndez debate kaq të mëdha politike midis Shqipërisë dhe Italisë, sidomos brenda Italisë, po për hatër Shqipërisë, tregon që nuk është profesionist. Nuk ka lidhje me profesionizmin dhe nuk mund të bëhet kurrë politikan një njeri i tillë. Kurrën e kurrës. E kam qartë që sot Rama do ta mbrojë sepse ka hallë edhe të Spiropalit, sepse do t'ia vërtetojnë urdhërohet se çfarë bën. Por sigurisht ai zgjedhja e tij dhe Ferit Hoxha mund të jetë një burr i shkëlqyer, i mirë në këtë drejtim, por nuk është një profesionist. As i politikës, edhe kam frikë as i diplomacisë. Përderisa lindi kjo lloj proçke dhe përderisa i dolën fjalët edhe për atë që ata idiotët në Maqedoni, do me thënë që ka rrje bën nga një, si me thënë, nga këto të vetat. Edhe nesër ka për të bërë të tretën, por për të tretën pastaj ka për të larguar nga detyra Edi Rama, sepse janë tepër tre. 2 dhe ishin jashtëzakonisht tepërta, sidomos në marrëdhëniet me Italinë, do të pas kujdes të jashtëzakonshëm, sepse sigurisht është vendi perëndimor më mik i joni. Absolutisht, Italia është vendi perëndimor më mik i joni, nuk është asnjë vend tjetër. E kam fjalën për Evropën, pastaj Amerika sigurisht është një pjesë e delirit edhe shqiptar që kemi. Shqiptarët kur duan të shesin mend se kanë një mik të fortë përmendin Amerikën. Po Italia është realisht vendi që ka marrëdhënie ekonomike më të mëdha në perëndim me ne dhe që na ndihmon sa herë ne kemi nevojë. Dakor, tjetra. Këto 2 ditë isha në një vizitë time edhe ke Bienale e Veneces edhe te disa muze atje, por pash disa organizime dhe kulturore të trashëgimisë, por që sigurisht do shikoja pjesën e turizmit. Do të them 2 fjalë edhe për turizmin masiv. Kam dëgjuar kohët e fundit një deputete qarkut të Shkodrës në vend të parë, e cila u ankonte se atje ke mali i saj dhe ke bujtina e saj, duhet patjetër të vinë turizëm militar. Në momentin që e kam parë, jo vetëm që kam qeshur, por domethënë të vjen keq që bëhen këto katapultime kështu politike në mënyrë të jashtëzakonshme. Të njerëzve të pamerituar. Dhe sigurisht edhe Koçeku është një njeri i pamerituar politikisht spagut, sepse këtu ka drejtën e vete të thotë që do flas këtë gjuhë, do flas atë gjuhë, du me folë si kam qef unë, du me po si kam qef unë, por të flasi edhe për turizmin elitar edhe për të drejta të tilla, të pamohueshme të askërkujt, atij turizmi që është atje,
në atë zonë që është ajo, dhe pikërisht në atë zonë të bukur e cila është bërë më e bukur, sepse Partia e Punës edhe Enver Hoxha sigurisht vendosën që të ndërtojnë një dyqentare dhe erdhi ujë afër, sepse nëse s'do kishte ujë, do ishte si gjithë rrëpirat edhe malet e tjera, aty pa, me bukurinë e tyre natyrore, po jo me pjesën e ujit. Kështu që duhet t'i thonë faleminderit ta tipat që bëjnë pjesë ke Partia Socialiste, por në të vërtetë janë gabim ke Partia Socialiste, se s'kan lidhje fare me Partinë Socialiste, menërisht edhe psikologjikisht, që edhe atë të mirë që e keni nga uji, e keni nga një regjim komunist. Por, unë e kisha fjalën ke trajtimi, nuk na duhen turistat masiv. Tash po ju shpjegoj këtë tjetër. Nuk ka turizëm masiv më të madh se sa Venecia, Roma, Napoli edhe pjesërisht edhe Verona për shemb. Turizëm masiv, ku kokat e njerëzve janë kështu, si det njerëzish. Ai është turizëm masiv, nuk mund të jetë turizëm elitar. Kurse turizmi që kërkon kjo koçekja është turizëm i aventurës. Mos ta vinë thot turista, se sigurisht do që ti harxojnë lek. E para do shërbimin e madh, por të fillosh të bësh dialogje përmjet turizmin elitar në malet ku do kullosin dhit, ose dikur është mbjell droga, ose sigurisht sot lulëzojnë bujtinat dhe është një diçka shumë e mirë. Të bësh kritikat e tilla i lejohen të bëjnë Barcelonën, Shqipërisë kulturore, sepse atje sigurisht ka përpar vetëm atë kullën që ke bërë të re e tive, ose dhe atë të vjetër që mund ta kesh restauruar gabim, e thash gjë tjetër. Po në Venecia, të shofi pjacën San Marco, të shofi një qytetërim të jashtëzakonshëm që nuk e gjen atje. Edhe aty është turizmi masiv, është edhe nëpër restorantet, është edhe nëpër dyqanet. Dhe të shofin muzeet, korrekt, dhe të shofin të gjitha të qyteti i cili qëndron me ujë, dhe të shofi Veronën, dhe të shofin pjacalet, dhe të shofi gjithçka që mund të shifet në Romë. Edhe sigurisht, po ta shikoje Venecian, ishte me njerëzit kudo. Ata e ura e bukur, ka ato gondolat, ka ato kanalet, është turizëm masiv. Di çfarë sarkazme është thua që dua t'je ke sipër, dua turist elitar. Çdo më thënë turist elitar. Sigurisht rrit shërbimet kanë për të ardhur njerëz edhe më të mirë, po jo rrit çmimet pa shërbimet. Shfrytëzoja atë pjesën e ujit, po ta përsëris edhe një herë që sigurisht nuk ka qenë origjinale e jotja, por e ka ngritur një hidrocentrale. Është bazen ujor, është artificial, sigurisht, po ti ka shtuar vlerat. Çdo të thot turizëm masiv, turizëm masiv. Çfarë do të thot? Turizëm masiv ka dhe Venecia, qendër kulturore e botës. Turizëm masiv, edhe ndërkohë jeni duke parë pamje. Turizëm masiv ka dhe Verona, qendër kulturore e botës edhe ajo. Turizëm masiv ka dhe Firenze, qendër kulturore e botës. Turizëm masiv ka dhe Roma, kryeqendra kulturore e botës. Si ka mundësi ta trajtosh këtë? Turizëm masiv ka Athina, turizëm qendër kulturore e botës. Stambolli, qendër kulturore e botës. Nuk po fles se Evropës, e botës, janë të gjitha qendra kulturore të botës. Të shesës mend kaq shumë, të kërkosh kaq shumë, dhe të fillosh të marrësh dokra, pralla të tilla kaq shumë, do të thonë që është një gabim tjetër. Është një gabim tjetër që sigurisht na kushton. Na kushton sepse sigurisht te diku peshon kjo ide. Shqiptarët duhet mësojnë të punojnë e tulin kokën, të bëjnë shërbime. Nuk bën pjata 20.000 lekë, 30.000 lekë më të madh, s'ka ardhur për të punë. Do të provoj ato që ka. Duhet të dallosh se kush është turizëm elitar dhe kush janë elitar. Ata nuk kanë shanse të vinë aty. Aty do vinë turistë, ata që guxojnë, turistët e aventurës. Se po thua është elitar, do t'i bësh edhe një vend për të ulur në helikopteri, ose ja ke bërë akoma. Sigurisht edhe Venecia nuk del George Clooney midis turmës, ose nëse del do që të bëj një klip. Se lejnë mëse, e mysin, e grinë, do t'i marrin autografe. Është turizëm masiv. Edhe ai turizëm masiv nën shumë. Këtu është e vërtet
kur çlidhje ka me raportet që ke, merre pastroje, mos nuj për vete. Çfarë lidhje ka të thuash, nuk duam turizëm masiv. Nuk i bën shërbim dot. Ku është problemi? Si i bën nesh politikave të cilat kanë rritjen e turizmit si përparësi. Kërko rritjen e infrastrukturës edhe kërko sigurisht rritjen e shërbimit tanë, që nuk e ke bërë akoma, jo vetëm syt nga shteti, kritik, tipike e asaj zonës, kritik, po pa punuar vetë në mënyrë tragjike. Merë punoj vetë, për lidhje mirë ato mangët, edhe merë përsipër për ta bërë, për jo me demelhan lek. Jo fitove të që do rri. Po da njëra nuk punon kështu puna. Po e përsis edhe turizëm masiv ka Venecia. Ti të kritikosh turizmin masiv në majtë malit aty, ke rrit, për kjo është. Ku ti thu turizëm masiv? S'ke ide se kush është turizmi masiv. Në këtë pikë, të gjithë të diskurs për bëj që mësohemi që të punojmë. Ai turizmi masiv aty përballet nëpërmjet punës, gjithë duan të punojnë, të kapin për krahut. Hajde futu këtu, për të pak të, me pagu këtu, do hypesh në kampanile, paguaj lek, do vizitosh këtë kish, paguaj lek, do vizitosh këtë muze, paguaj lek. Është lek gjithku se do jetojnë. Edhe Venecin e nyn, hedhin, pistek, se turizmi masiv këtë punë, po të nesër në fillon e pastrojnë. Verona për shembull ishte më e pastër, Roma pak më e pastër, po Venecia që e mysin. Edhe në Romë sigurisht vinë miliona njerëz. Organizim, aty hynin autobuza uji, këtu hynin autobuza të mëdhej. Bas të mëdhej. Kokët e njerëzve si koka shalqines. Të jashtëzakonshëm, i turme jashtëzakonshme e madhe. Në atë pjacale aq fantastike. Ky është turizmi masiv. Edhe ashtu nuk bëjnë fjalë, sepse po jetojnë. Me atë jetojnë, me çat jetojnë tjetër. Nuk ka vetëm industri, ka dhe turizëm, është industri në vete. Pra, rregull, disiplinë, pastërti, shërbim. Çmime pastaj mas tyre. Por ashtu kontrollohet. Nuk ka turizëm masiv në male. Ka turizëm të aventurës, ata që e marrin përsipër të bëjnë aventurë. Atyre do të shërbes. S'duhet ankuar kurrë pse të kanë ardhur turizëm. Përballë duke krijuar kushte. S'ke kushte, s'ke mundësi, mbyll gojën edhe mos fol më. Lëre atë punë se nuk je për atë punë. Dakord, këtë desha të them që në fillimet e kësaj pune, në raportin që ka mentaliteti jon dhe turizmi masiv. Ka një moment për turizmin masiv, më vonë rregullohen punët dhe stabilizohet edhe turizmi masiv, edhe turizmi aventurës dhe turizmi elitar. Por që të kesh turizëm elitar, duhet të jesh elitar vetë. Kur nuk je elitar e vetë, dhe kur nuk ke idenë se kush është turizmi elitar, nuk e ke idenë se sa shpenzojnë dhe çfarë kërkojnë ata, atëherë duhet mbyllësh gojën. Sepse sa e hap bën gabim. Dakord miqtë mi?